Tema në fjalë është mjaft sensitive dhe është mjaft e vështirë për gjetur mënyrën e dur për paraqitjen e kësaj teme, sepse njerëz të ndryshëm kanë qasje të ndryshme për tema të tilla. Si përfundim vendosa që mënyra më e mirë për të paraqitur realitetin është thuar të vërtetën sado e hidhur duket fillim. A do të quhet ky realitet i imi apo do të ketë kundërshtime? A ekzistojnë vërtet demonët apo kjo është një përradhë radhës për të na trembur? Po e një çfarë janë dhe a ekzistojnë? Ç'ndryshim kanë midis tyre nëse kanë? Për një kohë të gjatë edhe unë si pjesa më e madhe e popullsisë mendoja se ekzistenca e tyre që në përradhë. Në fakt, për të kuptuar këto tema duhet pikë së pari të kuptojmë natyrën e realitetit. Nëse duam të mësojmë një gjuhë të huaj, për shembull shqipen, nuk mund ta fillojmë alfabetin nga k-ja, sepse do të përplasim më vonë me an, b-n e kështu me radhë, dhe do të bijmë në grancë. Dikur kur dogmat e fesë u bërën aq bajate, sa nuk i besonin sa ta vetë, po ata njerëz që komandonin botën shpikën shkencën si zgjidhjen e vetë me tashmë të shumë fenomeneve në natyrë dhe jo vetëm që tashmë filluan të merrnin përgjigje, të ashtu quajtur shkencore. Nuk kam për qëllim këtu të diskutoj se kush ishin Darwini, Newtoni, Einstein e tjerë. Një kohë tjetër do të flasim për ta. Si na mësonin në shkollë? Realiteti është ai që perceptojmë me anë të pesë shqisave, dhe përtej kësaj se ekziston asgjë. A është vallë kështu? Natyrisht jo. Ajo që ne perceptojmë me anë të pesë shqisave bën pjesë të fluksi elektromagnetik, i cili nga ana e tij është një pjesë e vogël e universit, që zë vetëm 0,5%. Pra sikur ta copëzojmë universin në 1000 copa, fluksi elektromagnetik përbën vetëm 5 copa, dhe tek këto 5 copa ne shohim vetëm 0,5%. Po kështu është edhe me shkatës shqisat e tjera. Ne nuk shohim as rrezet gama, as rrezet ultraviolet. Pastaj në këtë fazë shikojmë diçka. Pastaj vijnë rrezet infrakuqe që nuk i shohim. Pastaj kemi valët mikro dhe valët radio që prapë si shohim. Me shtë drejt pastaj pretendojmë se shohim gjithçka. Nëse ndodhin në një dhomë dhe fikin dritën, ku shkoi realiteti? Përse ne nuk e shikojmë më? Dhe meqense ne nuk e shohim, kjo do të thotë se nuk ekziston. Që ne pra të shohim një realitet caktuar, duhet që mbi të bjerë një fluks i caktuar drite. Dhe meqense realiteti ynë del kaq i cunguar, a ka realitete të tjera paralele me tonin? Dhe ç'është më thelbësorja? A ka entitete të tjera që operojnë në këtë realitete? Dhe le të vim tek tema jonë. Demonët, përveç se janë entitete jo organike, janë element natyror. Ata krijojnë spontanisht, së bashku me shtimin e të pandërgjeshmes të botës jo organike në të gjitha dimensionet. Tipari bazë i tyre është lufta për mbijetesë. Ata nuk kanë funksione personaliteti, si ekzistencë e shpirtit për shembull. Këtë ka vetëm njeriu në botën organike. Bota e organike nuk mund të krijojë energjinë e vet. Energji mund të krijojmë dhe akumulojmë vetëm ne, qenjet organike, në botën fizike tridimensionale. Akumulimi dhe ruajtja janë forma të botës fizike. Për këtë arsye qenjet organike duhet ta marrin energji nga qenjet organike si parazit. Duke qenë se jetojnë në dimensione më të larta se fizika, ata i manipulojnë lehtë qenjet në botën fizike, të cilat janë të kufizuar në ndarjet fizike. Qenjet organike i fiksojnë organike dhe i detyrojnë që të veprojnë në mënyrë që të krijojnë ushqim. Ushqimi i tyre nuk është fizik, por energjetik, i përbërë nga frekuenca të veçanta që krijohen nga emisionet që qenjet realizatojnë, veçanërisht emocionet dhe frekuencave të ulta, si urrejtja, frika, sëmundjet, varësia, xhelozia, vuajtjet dhe në fund vdekja. Ndikimi i demonëve, direkt apo indirekt, është gjithmonë negativ, dhe njerëzit bëjnë burim energjie për të ushqyer entitetet negative që i posedon nëpërmjet pandërgjeshmes. Nuk janë të gjithë entitetet jo organik negativ. Pjesa më e madhe janë parazitë që jetojnë me energjinë e njeriut të lidhur me aurën e tij. Është në interesin e tyre që i zoti i shtëpisë të jetojnë në mënyrë të tillë që t'i ushqejë. Në këtë nivel i lejon një mesatare shpirtërore dhe një ekzistencë ekonomike të tillë që të mos rrezikojë ekzistencën e tyre. Kjo është veçanërisht e dukshme tek besimtarët e disa feve, të cilët janë aq të indoktrinuar, saqë nuk duan as të dëgjojnë për diçka të re që do të çlironë nga indoktrinimi. Përkundërzi ata shfaqin vetëm armiqësi dhe urrejtje dhe janë përkrahas të flakët të teorisë
që ekziston vetëm kjo botë dhe se ekzistojnë demonët. Njerëzit e demonizuar ekzistojnë në dy lloje, të rëndësishëm ose jo. Të rëndësishëm të marrin pjesë në demonizimin e njerëzve të tjerë dhe për të realizuar këtë sillen shumë tinëzish në shoqëri dhe në jetën politike. Të parëndësishmit janë vetëm bateri që mbushin demonët me energji jetësore dhe shërbejnë si mall konsumi për kryerjen e krimeve të ndryshme dhe për vjedhjen e energjisë huaj. Rastet e njerëzve të demonizuar dhe dëbimi i djallit nga trupat është vetëm një shfaqje që realizojnë vetë njerëzit e demonizuar dhe hibridët e tyre në pushtet, para së gjithash në kish. Ndoshta një demoni ullët i pushton njerëzit në mënyrë të qartë dhe të shëmtuar, por më të fuqishmit dhe të këqinjtë e demonëve nuk i pushton njerëzit në këtë mënyrë. Ata janë të padukshëm, sillen shumë mjeshtërisht dhe me kulturë, kanë dije të shumta, pushtojnë me shkatësi vetëm trupin njerëzor, ku dhe akomodohen, por edhe njerëz të tjerë dhe me raste popujt të tërë. Karakteristike e njerëzve të demonizuar është lufta për pushtet. Trupi i njeriu që jeton pa kualitet e shpirti është në nivelet më të larta të pushtetit në botë. Këta janë të gjithë llojet e politikanëve, pushtetarëve dhe aristokratë, të gjithë pronarët e korporatave. Janë këta që kanë nisur të gjithë luftrat në histori, duke kontrolluar të dy anët e konfliktit. Asnjëherë raca njerëzore nuk është vrarë brenda llojit të saj pa ndikim nga jashtë. Asnjëherë shpirti nuk shkon kundra shpirtit, kundra natyrës. Ndërkohë korporatat në mënyrë sistematike shkatërrojnë natyrën dhe prodhojnë konflikte midis njerëzve, duke sjellë kaos dhe destabilizim. Ekziston kaq shkatërim në botë, saqë është e pamundur që të jetë rastësishme. Sot ekziston dhe dia dhe teknologjia që njerëzit të jetojnë si në parajs. Gjithë ky shkatërim është planifikuar sistematikisht nga niveli më i lartë i pushtetit dhe i fuqive. Sot njeriu ka një uri dhe teknologji që të komandojnë nga toka një robot në Mars. Dhe çuditërisht po ky njeri beson te Zoti që nga Virgjeresha u bë djalë. Ky absurditet është tregues tjetër. Dikush tjetër realizon këtë. Dikush që nuk është racë humane. Ne kontrollohemi nga jashtë toksore reptiloid. Përpos pushtimit të trupit, njeriu manipulohet edhe me programimin e trurit. E shtuqur demokraci çon në manipulimin e vetdijes kolektive. Programimin e kryen ata që janë të kapur, demonët hibrid dhe njerëzit që i shërbejnë. Programimi mundson njeriu të sillet si demonizuar edhe kur nuk është. Programimi kthehet në kulturë jetese. Ky programim i trurit bazohet në faktin që truri paraqitet si një sistem formash me të cilat ndërgjegja krijon realiteti. Kështu që fare lehtë, truri mund të modifikohet me programe ose viruse që do ta ndryshojnë programin, rifokusojnë, ndalojnë ose vënë lëvizje me komandë. Ekziston program kolektiv dhe individual. Kolektivi realizohet me anë të feve të ndryshme, shkencës, arsimit, medias dhe politikës. Njeriu programuar në farë mënyre vetëm përsërit ato që është mësuar të bëjë dhe për shkak të manipulimit të mësuar, është i bindur që aktet e këqija i ka kryer me vullnetin e tij. Mendon se ky është realiteti në cilin jeton dhe që s'mund ta ndryshojë. Sipas Stuart Swerdlow, gjeneticët rrëshjanor dorë një përzierje gjenetike 50-50 për të prodhuar një trup me ngjashmëri njerëzore, por njëkohësisht duke ndryshuar formën rrëshjanore. Kodet gjenetike janë si çdo gjë tjetër, kode vibracionale dhe fusha energjetike, dhe në një farë niveli kode matematikore dhe informatike. Ndryshimi i formës konsiston në zhvendosjen e dy fushave të kodeve gjenetike, të cilat truri i lexon dhe interpreton si realitet fizik holografik. Kur kodet fiken apo ndizen, përvoja vëzhguesi konsiston në vështrimin e shndrimit të dikujt që kalon nga forma njerëzore në atë rrëshjanore dhe anasjetës. Por kjo gjë ndodh fizikisht vetëm në trurin e tyre. Është si të ndrosh kanalin e televizorit. Çfarë thot Jim Carrey në një intervistë për takimin e tij në atë kohë me bosin Donald Trump? Kur u takuam në 1991 në një hall hoteli, më dha dorën dhe më ndryshoi formë 2-3 herë për të më treguar forcën e tij. Pasi këmbyem disa batuta, më tha se s'na bërë edhe shumë për të qeshur. Natyrisht që Jimmy vazhdoi për vite me radhë për të bërë ditur agjendë rrëshjanore. Pasoja e keni vënë besoj se është zbuar nga Hollywoodi. Nëse. Edhe diçka tjetër për demonët, që në fakt janë njëjta gjë me engjëjt. Demoni apo Luciferi ishte ndjekësi më besnik i krijosit botës, por për shkak të krenarisë së tij, kaloi në krah të kundërt, pra në fillim ka qenë një engjël.
Demonët vetë janë engjëj që kanë kaluar tek e keqja, tek Luciferi. Si është e mundur që një burr me shtatlartësi prej 1.5 metra, siç që Aleksandri i Maqedonisë, dhe me një ushtri prej 37.000 ushtarësh, të krijojë një perandori gjigante nga Shqipëria deri në Pakistanin lindor? Gjithë gabimi që bëjmë ne në raport me figurat historike të lartësisë është se e para i mitizojmë, dhe e dyta nuk na është thënë raporti që kanë pasur me forcat e errta. Aleksandri i Madh është produkti i SJM-s, Olimpis me demonët që vizitonin natën me anë të ngjizjes që quhet inkubi dhe sukubi. Në Egjipt, Aleksandri quhet djali i gjarë për demon. Mësoi si ti nga 12 deri në 19 vjeç që Aristoteli, babai i alkimisë. Në shkollën sekrete të Pitagorës, përmendja e teoremës së oktagonit ishte e ndëshkueshme me vdekje. Oktagoni është çelësi i rëndësishëm për të kuptuar Merkah-Bah, që janë dy fusha drite që rrotullohen në drejtime të kundërta, të cilat transportojnë trupin dhe shpirtin. Pra, dematerializim dhe transportim. Asnjë konspiracion kundër njerëzimit nuk mund të sjellë fitore, sepse ne ekzistojmë për një arsye hyjnore. Po këto konspiracione mund të sjellin shumë dëm e vuajtje. Edhe për entitetet negativ që realizojnë këto gjëra, nuk është shumë e nevojshme shkatrimi i ushqimit. Ka një balancë jo dhe aq fine midis lejimit të njerëzve të bëjnë jetën e tyre dhe pushtetit mbi ta. Historia është e mbushur me njerëz demonizuar dhe le t'i hedhim një sy Hitlerit. Midis të tjerëve, kanë edhe dy persona që ndikuan në mendime dhe idetë e Adolf Hitlerit, Aleister Crowley dhe Hugh Stuart Chamberlain. Crowley lindi në Warwickshire në 1875, ku rebelua ndaj edukimit të rrep fetar dhe u fut në urdhrin e agimit të artë në 1898, pasi kishte lënë Universitetin e Cambridge-it. Pas sherrit me themeluesin e agimit të artë, udhtoi në Meksik, Indi dhe Ceylon, Sri Lanka sot, ku i ofrua jogës, budizmit, duke bërë një kosshizje alpinisme me përvojë. Në prill të 1904 pati një përvojë të veçantë. E shoqja Rozi i kërkoi të realizonte një ceremoni ezoterike për të parë se çfarë do të ndodhte. Gjatë ceremonisë, ajo hyri në gjendje transi apo gjumi hipnotik dhe filloi të përçonte fjalët e një transmetuesi. Ata janë duke të pritur, i tha Crowley, dhe i referoi Horusit, perëndia e luftës dhe i biri Osiris në Egjipt. Crowley nuk i besoi fare së shoqes dhe i bëri një sër pyetjesh me qëllim që ta ngatronte. Por Rozi, që skuptonte fare nga ezoterizmi, u përgjigj gjithmonë në mënyrë të saktë. Bëhet fjalë për një interferencë varanike. Përquesi i kumtoi Crowleyt që të gjendej në tryezën e shkrimit të dhomës së tij të hotelit midis orës 12 dhe 13 të 3 ditëve të veçanta. Ai pranoi dhe gjatë atyre çasteve krijoi nëpërmjet shkrimit automatik një dokument të quajtur Book of Law. Ky shkrim ndodh kur krahu dhe dora jote rezultojnë të drejtuara nga një forcë e jashtme dhe personi që ka shkruar mbetet i befasuar nga ajo që ka ngjarë. Mesazhi thoshte: nuk duam të kemi të bëjmë as pak me të dobtët dhe me të përjashtuarit që vdekshin në mjerimin e tyre, pasi ata nuk janë gjendje që të prodhojnë përshtypje. Mëshira është vesi i mbretërve, shkeli të mirë dhe të dobtit. Ky është ligji më të fortë. Ky është ligji ynë dhe gëzimi i botës. Dërmoj më të ultin me vrullën e egër të krenarisë tënde në çastin e zemërimit tënd. Mos të vi keq për viktima. Unë nuk i kam njohur kurrë. Unë nuk jam nga ana e tyre. Nuk i ngushëlloj. I urej të ngushëlluarit dhe ngushëlluesit. Ndero me zjarre gjak, ndero me shpatat dhe heshta, që gruaja të rrok të shpatën faqe meje, që gjaku rrjedh në emrin tim, shkeli paganën, shkatëroje luftëtar, do të dorëzoj mishin e tyre që ti ta hash, flijo bakti të imta e të trashë, pastaj një fëmijë, vrije dhe torturoje, mos kursej asnjë, sulmoj. Këto janë ndjenjat e zvaranikëve të nivelit ulët të përmasës 4 dhe të satanistëve në shërbim të tyre. Aleister Crowley ka qenë mik i ngursë, si me Churchillin, që fatkeqësi disa e mbajnë për burr shteti, ashtu dhe me Hugh Stuart Chamberlain, komiteti 300, lindur në Angli 1855 dhe që në 1882 shpërngul në Gjermani. Në 1908 u martua me Evën, të bien e kompozitorit Richard Wagner, dhe u bë një shkrimtar i shquar. Çuditërisht Hitleri shpreh se të njohësh nazizmin, duhet të njohësh Wagnerin dhe Anasjeltas. Edhe mami Merkel
e bia Hitlerit e kishte pikë dobët Wagnerin, demoniak, sidomos Parsifali, por të mos përndajme. Kajzeri Wilhelm II dhe Hitleri e quanin Chamberlainin profet. Chamberlaini është paraqitur Adolfin nga refugjati rus Alfred Rosenberg, një satanist i thekur ky. Ishte pikërisht Rosenbergu që i dorëzoi Hitlerit një kopje të protokollit të njerëzve të ditur pas arrestacionit nëpërmjet një okultist tjetër, Dietrich Eckart. Nuk po zgjatem më tej me njerëz demonizuar, se historia është plot me ta. Por ju vazhdoni që ndronin tek bota e fshehtë për emisionin e radhës. Tung.